Në këtë fshat në qendër të Shqipërisë, në zonën e Peqinit, banorët kanë nisur ta shtrojnë vetë rrugën e tyre. Këtu janë disa ndër videot që ata kanë realizuar gjatë punimeve. Janë çumë të galushit, i rojtë zogë dhe shala, janë të bënë realitet një punë të jashtëzakonshme. Shikoni asfaltin. Na. Kemi qenë në Galush disa javë më parë. Jemi rikthyer për të treguar këtë përpjekje që synon të mbajë gjallë fshatin. Prej kohësh, asnjë dorë nuk ishte vënë në rrugën e tij. Ndaj banorët, pasi kanë mbledhur rreth 4 milion lek, apo e thënë më thjesht 40 milion lek të vjetra, nisën punën për të shtruar rrugën me beton. Fshati Galush shtrihet rreth 3.4 km nga rruga kombëtare, që lidh Peqinin me Elbasanin. Dikur ka qenë një fshat i madh, me mbi 150 familje. Sot kanë mbetur vetëm 5 të tilla. Dhe që ai të mos shuhet përfundimisht, banorët disa herë kanë zgjedhur të reagojnë në këtë formë. Jemi munduar si komunitet banor dhe ish banor të këtij fshati. Kemi mbledhur para disa vitës më gaboj një fond diku ke 20 milion lek të vjetra, që mundum të mirëmbanim rrugën, sepse realisht ishte vërtet e vështirë për jetesën që banorët jetonin këtu, se unë kam diku ke 20 sa vite që jam shpërkull, që jetojnë në Tiranë. Tani jemi mbledhur prapë vullnetarisht një pjesë e madhe të banorëve, më shumë të ish banorëve se sa këto që jetojnë këtu. Kemi mbledhur aktualisht një fond të dytë, mund ta theksoj, diku ke 40 milion lek të vjetra. Edhe po mundohemi të bëjmë diçka për ta kthyer këtë vend minimum jetik. Jemi drejtuar disa herë në bashkinë, realisht na ka mikprit kryetari i bashkisë që na mbulon Peqinit. Përveç dëshirës mirë që ka zotëria, është e pamundur thotë që të na ndihmoj në këtë aspekt të rrugës. Me fondin aktual, banorët po shtrojnë rreth 1.5 km rrugë. Për të kursyer, ata e kanë bërë vetë punën e krahut. Dhe jo vetëm kaq, blen hekurat që i përdorën si zgara për rrugën dhe me misi siguruan një çmim disi më të ulët edhe për betonin. 110 krye familjar, thuajse të gjithë të larguar, dhanë kontributin e tyre. Lutfi, sa familje ka pas maksimum ky fshat? 150 familje, të dyja lagjet. Lagja xhami dhe lagja poshtë. Harmusha i poshtë. Kemi bërë një investim si që pe edhe ti, po është i pamjaftueshëm për ta rivitalizuar plotësisht këtë zonë. Sepse fondet tona shterën, shteti nuk na ndihmon. Ti je i pari që vjen interesoa. Sa asin dhe largohesh në veni, po të ishin këto gjanat, ta rrugë. Sidomos rrugë, se punë tjetër rrugën vetë. Kjo ishte kërkesa e para. Kërkojnë këtu vend për të marrë votat, për votat po vjen këto, janë gati. Shkolla e fshatit tashmë është mbyllur. Në klasat e dikurshme po mbin bari, ndërsa shtëpitë masivisht po bien mbi vete. E njëjta gjë ka ndodhur me Vatrën e Kulturës, pikat e tregtimit dhe qendrën shëndetësore. Të gjitha janë shkatruar. Në fshatin tonë kemi vite që kemi ikë nga këtu, investim s'ka, gjë s'ka, kështu që ne kemi ikë në emigrim, duhet kthehem të investojmë një gjë, kështu që nuk mund të investosh në fshat se s'ka rrugë. Për arsye rruga ka ikë fshati i gjithë, po investoj shteti dhe investoj në popull. Unë jam i pari që investoj dhe bëj shtëpi këtu dhe vi. Po se ç't bash me vështirësi kemi kalu. Ata po na lënë me telësh, ja. Ja. Ne kemi ndërt vetë, ne kemi ngrit vetë me shtylla aty. Se kemi telë mos i kapi kalmaj se ne lën telat. Shkon ke elektriku, shkon ke bashkia. Galushi ndodhet në kufi me fshatrat e Tiranës. Është një fshat i vjetër, që dikur prodhonte grur, duhan, misër
patate dhe kaullishte të shumta, pa harruar blektorin. Sot kanë mbetur vetëm një grush banorësh, të cilët prodhojnë sa për vete. Si duket fshati? Fshati ka 8 vjetët. O shumë mirë, kënaqësi, po. E në veni rruga i përzun shumë. E në veni gjithë në manë. Do punojnë kalamajt. Po në sunë harrajmë këtë vend. Kemi kënaqësi, me nipër, me mbesa. Në kohën kemi erë. Për zotit, shumë rruga ke që pa në vetë. Të që rrugullu që e. Menim në të mbleh ka që banorët me zërë, kush ka, kush nuk ka, do të rohen me zërë. Banorët po mbyllin këtë investim të dytë për rrugën, me fondet e tyre, por kjo është e pamjaftueshme. Nëse autoritetet lokale, apo ato qendrore nuk i ndihmojnë, ata duhet sërish për herë të tretë të organizojnë në mbledhjen e një fondi. Vetëm kështu do të mund të përfundojnë edhe atë 1 kilometër rrugë që mbetet për të rregulluar. Ka rëdjenja e këtij fshati këtu, që kemi nalë 2-3 familje që paqën fëmijët me kalë atje, paqajun sa bizet me galushën 2 orë. A janë klasë parë me të lutë shumë. E detyroj këtë çunën e me nërehën mes, merë kalin, merë gocën qoj atje, që të bojmë mësimin, sa orë është atje, dil atje në rrugët prapë, dil e merë e bjerë në shtëpi. Këtu ka vaj gjenja, pika kryesore e këtij fshati këtu në rruga, me gjitha, pikë kjo. Tjera të me, edhe paka shumë, mund të vërvitet diçka. Po nëse ndodh kështu në çdo fshat, për çfarë duhen atëherë institucionet? Për çfarë duhen taksat, votimet? Banorët e Galushit po kërkojnë një mbështetje minimale. Masën ndërmuese të punës, siç mund të shihet, ata e kanë bërë vetë. Po institucionet, a do të bëjnë diçka? Jemi në 2025-ën dhe padyshim dikush duhet të përgjigjet edhe zyrtarisht. Për Shqipëria tjetër, Marin Mema.